Komisioni Evropian vendosi që të shtyjë zbatimin e plotë të sistemit të ri të hyrje-daljeve në Bashkimin Evropian për shkak të shqetësimeve në rritje për kaosin e udhëtimeve verore. Zgjerimi i teknologjisë biometrike në përpikat kufitare të zonës Schengen kanë shkaktuar vonesa të konsiderueshme për pasagerët e linjave ajrore, tragjeteve dhe Eurotunelit. Kontrollet e reja kufitare të hyrjes dhe daljes në zonën Schengen, të cilat aplikohen edhe për shtetasit shqiptar, filluan në muajin tetor të 2025. Këto rregulla që përfshin fotografimin e fytyrës, lënien e shenjave të gishtave, si dhe të dhënat mbi pagesën e akomodimit për ditët e qëndrimit në zonën Schengen, po zbatohen gradualisht në aeroportet si dhe portet e Europës së Bashkuar. Zgjerimi i teknologjisë biometrike ka përjetuar tashmë problemet fillestare, duke shkaktuar vonesa të konsiderueshme për pasagerët e linjave ajrore, tragjeteve apo edhe Eurotunelit. Sistemi duhet të bëjë plotësisht funksional në kufit e Bashkimit Evropian në muajin pranveror, por kjo tashmë është shtyrë për në shtator të 2026. Në aeroportet ku ky sistem është funksional, udhëtarët e përjashtuar nga viza Schengen nga Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian duhet të regjistrojnë të dhënat e tyre biometrike në kioskat të dedikuara. Në disa raste vonesat kanë rezultuar në humbjen e fluturimeve për pasagerët. Kjo për shqiptarët dhe shtetasit e tjerë të rajonit është konsideruar liberalizimi i vizave afatshkurtër, por në shumë raste afatet e qëndrimit në zonën Schengen janë shkelur në mënyrë abuzive. Mijëra udhëtar nuk janë lejuar të hyjnë në zonën Schengen nga shtetet e treta gjatë kësaj periudhe që sistemi i ri elektronik ka nisur zbatimin, duke llogaritur në kohë reale ditët e qëndrimit dhe tejkalimin e afatit në 10 ditor.